ka disa prindër e kanë bëmë shprehi nëse fëmija, djali, po vajza, nuk janë dëgjon fjalën nanës apo babës, edhe nuk gjen rrugdale prindit ton disa që nuk mund ta përballojnë veten, edhe çka bën? E mallkon. Mos shif dritë me si asnjëherë. Të mallkoft nuk lejohet. E kemi thënë, prindi s'ban kur. Do të më thonë fjalën më të mirë ta uroje fëmijën, se ka gjasa, janë disa orar, janë disa orë dhe momente qaste ku lutja dhe duaja pranohet. Bama ki në atë moment që ti ban dua kundra fëmijës tanë, që Allah mos me dhon bereqet, e sukses, e vlad, mos me pas dritë, ardhmëri, sukses, që atë moment duaja pranohet, edhe për fat të keq, me keqardhje, ka me shoqëruar gjithë jetën kjo e keqja. Baj shprehi dhe kulturë dhe zakon, me thonë fjalë të mira, Allah, ma ullë zot djalin, e pe mirësi, largoj fjalë të ndyta prej gojës, o zot, ka ploj me rahmetin tanë, ose thuj shpreje që në gjuhën arabishte që janë të mira, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, se këtë rast kjo fjalë ndikon. Edhe shumë ndikon, të dish.